Djelnia e Shalës. Bashkimi i Djelnisë së Shalës u themelu rreth vitit 1890. Ideator, themelues dhe udhëheqës kryesor ishte strategu i luftës popullore Mehmet Shpeni, ku antarët e secilës ishin Çun Nika, Marash Delia, Bet Lulashi, Bejto Noci, Vat Gjeloshi, Binak Vata, Binak Kola, Macel Delia dhe të tjerë. Mehmet Shpeni themeloi këtë formacion luftarësh kombëtar me emrin Djelnia e Shalës, të cilin e udhëhoqin në luftra dhe në kuvende burrash, aty ku merreshin vendime të mëdha dhe me rëndësi etike për mbrojtjen e trojave shqiptare, duke i udhëhequr ata me sukses për 25 vite me radhë. Djelnia e Shalës ishte organizata e parë opozitare demokratike në Dugaxhin e në malësitë e Veriut, e veçantë në llojin e vet në trojë shqiptare. Djelnia e Shalës u organizu së pari në Shalë dhe u përhap shumë shpejt në bajrakët e tjerë të Dugaxhinit, si në Shosh, Pult, Kir, Shllak, Temal dhe Nika i Mërtur. Kjo nuk u zgjerua në asnjë krahin tjetër të malësisë. Djelnia e Shalës me në krye me Shpenin përfaqësuan Dugaxhinin në përpjekjet e tyre për pavarësitë të Shqipërisë, për krah Det Gjon Luli dhe Bajram Currit. Djelnia e Shalës ishte forca më e madhe kombëtare shqiptare në malësi. Vendimet e Djelnisë pranoheshin kudo, vetëm ato ishin të plot fuqishëm për të gjithë, për popull, për kren, bajraktar dhe flamurtar, si në kohë lufte, ashtu edhe në kohë paqe. Djelnia e Shalës u bë organi ekzekutuesi të gjitha vendimeve të marruna prej krenëve të bajrakut. Djelnia me punën dhe luftën e saj i pat ngritur pesh zemrat e tanë dugaxhinësve.